Hoxh, do shta një pyetje, çka nëse për shembull gruaja I ka këtë kushtet? Krejt, s'ka arsye të vetme, domethënë burri sillet mirë, burri është I përgjithshëm. S'ka kur një çfarë arsye për shkurorizim, mirë po ajo do me dalë prej asaj shtëpie, do mu unë du të shkurorizoj. Se çka thot feja për këtë rast? I kemi na do shkurorizime, unë I quaj të pakuptimta. Ashtu ja kum vënë një emër të pakuptimta, se më ka ndodhur në shoqëri të kemi shkurorizime të pakuptimta. Në kësaj situate duhet shikohet problemi pak më thellë. Kushtet po, jetesa po, harmoni po, Buri I mirë po. Buri I mirë po, me punë po, musliman po, familje ndershme po. Edhe tash vjen me një situatë gruaja kërkon divorc, por divorci është I paqartë dhe I pakuptimt. Atëherë duhet me shikuar nga I vjen ajo. Tash hoxha në kësaj situata e lun rolin e sociologut, e lun rolin e pedagogut, e lun rolin edhe të defektologut, por edhe e lun rolin e ati me thonën faktikisht bëhet zbulues ose kundër zbulues. Kundër inteligjencë. Ta shofe mirë. CIA. Po në atë kuptimin nga vjen. Po, e qartë. Kemi situata kur femra është e prekt, ka ngacmime për gjimve, ka ngacmime për sihrit, edhe të na thot populli ka të bëmë. Edhe momenti që ajo është e lidht, ose I kanë bo magji, I ka bo sihr, ajo 99 është e mirë. 99 pika, ose 99% ajo s'ka problem në atë familje. Vetëm e përmendje një pikë. Ju duhet me kanën mirë, mos u idhnoni, mos u shkatroni, mos u bëni, aty këcen teli. Aty vjen faktikisht prishet ajo harmonia e fjalorit, prishet faktikisht ftyra e asaj gruas kur përmendet burri, edhe aty është ngacmimi. Edhe aty shejtani nuk lejon. Atëherë themi ky person ose këto dy ka nevojë dikush që ban rukje se kanë prekje. Kanë ngacmime prej shejtanit, se këtyre nuk ju mungon kur gjë, tradhti, nuk ka mashtrime, nuk ka tortura, nuk ka dhunë, nuk ka kushtet ekonomike, mashallah, mirë I kanë, por ja ka ardhur kjo situatë. Edhe këto duhet me shiku mirë, pse ka ardhur. Se edhe nëse vjen për shembull nuk du, pse s'm do? Na kemi fëmijë. Këto fëmijë nuk janë bërë prej balte, janë bërë me dashuri. Por ka diçka këtu që e mundon gruan. Por jo vetëm gruan, mundet me ndodhë edhe kundërta të burri. Gruaja gjitha elementet e mira I ka, gjitha cilësit I ka, e ndershme po, me punë po, pre familjes mirë po, fëmijët jakshirë mirë, shtëpia një mban mirë, do më thonën, është me familjen e burrit mirë, por vjen situata burri me qenë I vrashet me një situatë caktume, jo këtë kohën. Edhe pikata është ki burri, gjithë kohën ka qenë I mirë, kohën e fundit që ka nisën, dyqish qete, jo I sjellshëm. Edhe këtu të mira vetës mas. Pse ti me kërku divorc, tash e kundër ta burri, gruas ti kërkon, atëherë duhet me shiku mirë. A është ky divorc hakikat ose I drejt, apo ka diçka që e ka ngacmu këtë burri që të kërkon divorc, se divorci nuk kërkohet për pikë qefi, ose nuk kërkohet për pak e për shumë. Do të thonë, nuk është kjo lojë. Sikur se her pas her disa tri e kanë marrë sot, hala pa u martu, janë feju, janë da. Sa janë feju 3 muaj, janë shkatru. Në fejes 7 muaj, bile dhe një qa I kanë bo, se sot është një trend, një mod. Tash nuk thamë se xhallarët e kanë fajn, por o xhallarët duke e arsyetu triun dhe trejen, se sot është bo liria më e madhe, për mes me hin gjunas, ato do dalin, dash I bonin një qa, dash nuk I bonin një qa, ato do dalin. Ato nuk rin pa dal. Edhe kur dalin, ato kur gjë mos bofshin, një përshëndetje edhe një puthje kanë me pasën. Edhe tash, përderisa ato jenë të fejum, ato duhet bëhen burë e grue. E për të bo burë e grue, duhet bëhet një kontratë, duhet bëhet një marrëveshje, duhet shkruhet një gjë që ka quhet kurora e niqahit, ose kontrata e niqahit. Atëherë çka? Mlidhet familja e gjallit,
edhe familja e vajzës me dëshmitar, mlidhen burrat, shkruhen dhonat, i pot fjala, se fjala është dhonë, pa duhet edhe mu shkrujt. Ta kom dhënë vajzën, e kom pranu, edhe në këtë rast caktohet edhe mehli, edhe këto janë burë e gruaje. Por darsma do të bëhet pas 8 muajve. Darsma do të bëhet, ajo është fejes edhe me një farë mënyrë niqa, edhe ku të bëhen atë niqa, vetëm se ato janë martuar. E që këtu është një gabim duke ja u liru në rrugën disa trive, nuk thamë për krejt, Absolut. edhe ato keq përdorin motrat tona, keq përdorin vajzat tona, i mbajnë 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, jo, si e ti për shpjen të ime. S'po më dokësh e mirë. Shumë dokësh, shumë nervoze, shumë harxhuese, shumë ashtu, e shumë kështu, edhe vjen deri te prishja. E atëherë tash kur vjen deri te prishja, duhet me shiku prap të rit. Pse kështu bani? Edhe prap duhet me ndërmjetësua. Pleqt, familjarët më të afër, por nëse ka nevojë, edhe hoxhallarët ndërhin, vetëm e vetëm mos priset dhe mos shkatërrohet familja.